Stefan Persson është personazhi I radhës që do të na frymëzojë këtë ditë. Na frymëzoi për historinë që ka treguar që në krye të herës, për atë çka përfaqësonte dhe dëshironte të tregonte botës që në momentet e para të momentit të biznesit të tij. Dhe në fakt ai në momentin që lindi arriti të ishte pjesë e një familje që kishte konkretizuar diçka sa I përket pjesës së biznesit. Besojmë që gjithë secili e njeh firmën të cilën ai përfaqëson. H&M është një nga firmat më të njohura sa I përket veshjeve, por filloi si një kompani shumë e vogël. Filloi si një dyqan I vendosur afër shtëpisë së tij, ku prindrit kishin punuar maksimalisht dhe kishin vendosur të kishin një dyqan me veshje, por ishte ai që dëshironte që revolucionin e tij që kishte në mendje dhe në kokë ta vazhdonte ta çonte anë mban botës. Pra nga një dyqan I vogël që mund të ishte poshtë shtëpisë së tij të kalonte në nivel global dhe të bëhej një nga firmat më të njohura të modës, një nga firmat më të njohura për shumë e shumë individ. Por ajo që ka qenë fillim qëllim për të dhe vazhdoi e zgjati edhe sot e kësaj dite ka qenë pikërisht fakti që dëshironte që të kishte veshje shumë cilësore, veshje që ishin pjesë e modës dhe njëkohësisht të përballueshme për të gjithë. Pra mundohej që të kishte mundësinë gjithë secili të kishte veshjet e tyre. Dhe edhe sot e kësaj dite vazhdon edhe mbetet një nga firmat që ka bërë ndryshimin, por në të njëjtën kohë është edhe e përballueshme për pothuajse të gjithë shtresat e shoqërisë, pasi kemi parë fare mirë edhe her pas here ndryshimet që mund të bëjnë në modë dhe në të njëjtën kohë edhe në çmime. Megjithatë, flasim për një zgjerim ndërkombëtar agresiv. Po thonim pak më parë që qëllimi I tij ishte që të përhapej përveç se atij dyqani të vogël që kishte me shtëpinë e tij të kalonte dhe të zgjerohej globalisht dhe kështu ndodhi, por ishte një qasje goxha agresive, sepse kishte vendosur tashmë që në drejtimin e tij kompania do të merrte një tjetërsim, do të hapej anë mban botës dhe arriti të kalonte edhe duke përfshirë Evropën, në të njëjtën kohë edhe SBA-n, Azinë dhe shumë vende të tjera më tej, me një marketing të ashpër, me një ideologji të jashtëzakonshme që do vazhdonte të dëshironte përgjatë gjithë kohës dhe përgjatë gjithë mënyrës si ai do të bënte biznese, në të njëjtën kohë edhe me një marketing të shtuar që dukshëm e ndihmoi atë. Kemi parë që për shumë kompani do duhet të reklamoheshin mjaftueshëm, e sidomos në një epokë ku e dim fare mirë se sa e rëndësishme është dhe konkurenca dhe sa e fortë e ashpër është, sidomos kur vendos që të kalosh në tregje globale, ku të shumt janë personat që duan të dallojnë dhe të jesh një vend që ka kaq shumë opsione, duhet bësh patjetër diferencën edhe të tregosh se ku mund të jesh, se sa në krye mund të jesh në një vend të caktuar. Megjithatë, nëse flasim për filozofinë e veçantë që e kanë ndihmuar, ka qenë moda për të gjithë. Pra ai nuk synonte vetëm një target audience, nuk dëshironte të kishte vetëm një grup të caktuar që vinte dhe blinte tek kompania e tij, por dëshironte që të kishte modën të aksesueshme për të gjithë. Dhe kështu bëri, arriti të bënte njerëzit bashkë dhe të besonin ideologjinë e tij, pra të gjithë kishin mundësi për të shkuar edhe për të parë veshje dhe të gjenin veten. Kjo ishte ajo çka ndihmoi, fakti që dëshironte të kishte të gjithë të ndjerë të barabartë, dëshironte të ndjente të gjithë si pjesë e shtëpisë së tij të madhe, tashmë që kishte kaluar ndërkombëtare, pra si po thonim nga ajo shtëpi e vogël tek shtëpia e madhe e botës, ku secili gjente veten edhe mund të merrte modën si pjesë të tij. Por më pas nëse flasim për sfida dhe për betejë personale që e kanë shoqëruar dhe e kanë rritur njëkohësisht, flasim për kritikat për etikën e prodhimit, patjetër që në momentin që vendos të jesh pjesë një tregu aq të ashpër dhe ke të bësh me modën, ke të bësh me çmime, ke të bësh me njerëz të shumë që përballen të ditës, edhe do të përballesh me sfida dhe me kritika të shumta që do shoqërojnë nga një moment në një tjetër. Megjithatë, ai ka ditur të jetë më smiri edhe modest dhe I tërhequr nga ajo vëmendje e madhe. Kemi parë që për shumë individ të suksesshëm sa I përket këtij sektori dhe bizneset që mund të jenë duke përfaqësuar, të kenë edhe modestinë që I karakterizon, në të njëjtën kohë edhe të tërhequr nga mediat tradicionale, por jo vetëm. Prandaj edhe ne arrim të shikojmë dalje shumë më të rralla nëpër media dhe kudo ku mund ketë vendosur të dalë dhe të ekspozohet, por në të njëjtën kohë nëse shikojmë thjesht logon e kompanisë së tij, arrim ta kuptojmë të gjithë punën që ka bërë vazhdimisht. Megjithatë, nëse flasim për trashëgimin, ai arrin të ketë një trashëgimi perandorake, duhet thënë, kështu sa I përket ndikimit që kishte në modë, në të njëjtën kohë edhe tek gjithë secili që ishte pjesë e kësaj familje të madhe, siç po thonim. Por nëse ndalojmë konkretisht tek ajo çfarë ne mësojmë nga një personazh I tillë, ka shumë gjëra të tjera. Patjetër që mund të flasim për fillimet e tij të vështira, siç dim që çdo fillim I ka sfidat e veta, por në këtë rast nuk është e thënë që të shpikësh një ide. Dhe këtu konkretizohem me faktin që ai nuk I duhej të shpikte një ide sepse familja e tij e kishte përgatitur tashmë, por ndonjëherë mjafton ta zhvillosh me shumë guxim. Ashtu siç bëri dhe ai përgjatë historisë së tij dhe ndihmoi e ndikoi shumë të tjerë. Ashtu siç shpresoj që të ketë ndikuar sadopak ndokujt këtë mëngjes që edhe në rastet kur disa ide mund të jenë të gatshme, nuk është momenti që të jemi të ashpër me veten dhe të mendojmë për një ide tjetër, por të zhvillojmë atë që kemi me një
guxim të pazakontë e në të njëjtën kohë edhe me shumë punë. Ky duket se ka qenë çelësi i suksesit për të, e ndaj kuptojmë edhe ne që mund të jetë edhe për shumë të tjerë.